Pse shkuat ju në Spanjë? Po, ishte koha, do më thënë, në 97-ën, pranverë në 97-ës, ishte një periudhë shumë e rrezikshme, siç e dini, që janë vrarë shumë njerëz, edhe që hiknin shumë njerëz, janë larguar dhjetra mira në atë kohë, dhe në mënyrë të dëshpëruar. Unë kisha një mundësi shumë të mirë, do më thënë, me një organizat që quhej Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve. Presidenti ishte Salman Rushdie. Po. Dhe kisha kontakt me ta. Mendova në 96-ën mbas zgjedhjeve, domethënë të 26 majit, asaj masakrës elektorale që u bë, që ndoshta do vendose diktatura. Dhe u vura një herë në kontakt me ta, po kam të nuk kërkoj tani, vetëm mund të ndodhi. Edhe mendova do rri. Pastaj kur filloi ai kaos dhe ajo dhunë e 97-ës, mendova që më mirë po iki. Më mirë po iki ca kohë, dhe mendova të ikja për një vit, sa që kishin ata ta jepnin një bursë, edhe të çonin në një qytet, që quheshin qytet Strehim. Edhe të çonin në një qytet, kishte disa qytete në Europë, mua më çonë në Barcelonë, edhe mirë po, kaloi një vit, gjërat ishin normalizuar, si ishin masin atë periudhë, si në pranverën në 97-ës, po prap si ishin dhe aq mirë dhe veç asaj, unë ndjeva shumë mirë atje. Isha vetëm me gruan, menduam do shkojmë atje, nuk do jemi mes të huash, nuk do njohim njeri, do jemi vetëm, por të paktën do jemi në qetësi një farë kohë dhe të jashtë rreziku. Mirë, por mbas një viti pastaj, ndërkohë kisha njohur njerëz. Kisha krijuar kontakte, ose ishin krijuar kontakte me mua, shoqata të ndryshme, veçanërisht shoqata shkrimtarësh, ose institucione kulturore. Dhe kështu që gjeta punë, bile Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve më kërkoi mua, që thanë do të punosh për ne, domethënë për të gjetur dhe për të propozuar raste shkrimtarësh ose artistësh që janë në situata të rrezikshme, domethënë që të përfitonin nga ajo që kisha përfituar unë, mbasi të marronja këtë bursën. Dhe kështu që punova për ata, fillova punën, pastaj kam punuar për një institucion të Barcelonës e kështu me radhë. Tani jam freelance,